Kush është muslimani që po e sfidon New Yorkun? Me vetëm 33 vjet, Zohran Mamandi është një nga anëtarët e parë musliman në Asamblenë e New Yorkut, i cili po kandidon për kryetar qyteti. Një moment i madh i karrierës së tij ishte përplasja me ish-zyrtarin e Trump, Tom Homan, për imigracionin, ku sfidoi politikat e ashpra që godasin imigrantët dhe muslimanët. Në një qytet ku përballet me lloj-lloj krizash, Mamandi propozon ngrirje të qiras për ndërtesat e pranueshme, ndërtimin e njësive të reja banimi gjatë 10 viteve, eliminimin e pagesës për autobusët, që do të kushtonte 630 milion, por sipas tij do të gjeneronte 1.5 miliard në përfitime ekonomike. Ai thotë se do të financojë këtë plan përmes rritjes së tatimit për korporat dhe vendosjes së një takse të sheshtë për të gjithë ata që përfitojnë më shumë se $1 milion në vit. Autobus falas, më shumë taksa për të pasurit dhe më shumë banesa. Ja se si u bë viral Zohran Mamandi në garën për kryetar të New Yorkut. Vetëm disa muaj më parë, Zohran Mamandi ishte 30 pikë pas ish-guvernatorit Andrea Cuomo, kandidatit kryesor për kryetar të qytetit më të madh të SBA-s. E tani 30 vjeçari socialist demokrat ka përmbysur diferencën me Cuomon, një figurë ka qelidhur me sistemin saqë një urë gjigante në veri të New Yorkut mban mbi emrin e tij. Rritja e befasishme e Mamandi që u kthye në politikan shtetëror me ide të majta e ka bërë atë të tërheqë sidomos për votuesit e ri. Ngjitja e tij ka dhënë një dimension të ri një gare që dukej si një ecje e sigurt, por Cuomon, ish-guvernatorin që dha dorëheqje me turp në vitin 2021 pas akuzave për ngacmim seksual.